Udhëtimet e lodhshme kanë qenë patjetër. Kemi me kombëtarët. Patjetër tot europianin që kemi qenë me Egin atje, sepse i thoja morëm një makinë me 0 kilometra me qera për 20 ditë dhe dërguam e dorëzuam me 15.000-16.000. 12.000 kilometra. Domethënë për 20 ditë kemi po 12.000 kilometra me atë makinë. Po domethënë filloja unë pak në lidhjet që në me emisionin e mëngjesit dhe Wake Up-in dhe mbyllja me procesin e Manushit gjithë natës. Dhe pastaj kjo, domethënë pastaj do gjej pak kohë për të shlodhur dhe do filloj ose do flije pak dhe do zgjohesh prapë herë. Dhe ka qenë rekordi i gjumit ishte vetëm 2 orë në një natë që do të thoshim nga 1200 kilometra. Po, flisë për europianin e Francës. Europianin e Francës. Edhe pinim në gotë, edhe... Që të mërshme dhe vesh informacion, sepse ka qenë i vetëmi izolim perfekt thuajse i kombëtarës ka qenë ai. Do të thënë po që ditën e dytë tretë. Ditën e nënt veshës parë me duke u kthyer nga Lensi. Po ecëm me shpejtësi. Po si edhe erdhën me makina ato? Tabela ishte 70, ne ishim me 143. 140. Okej, edhe dy fish policia direkte. Gjandarmerinë dhe trafik, se harroi. Unë isha me Indur, isha në timon, Indi ishte pasageri, 102 operatorët mbrapa. Makina e mbushur me çanta, kamera, drita, plot, domethënë nga mbrapa. Ishte makinë për bagazh. Se ne, më falë, ndeshja u bëm, ishte edhe ndeshja orajt pas ditës, mbaroi ndeshja, mbaroi intervista dhe ne do u thonim 900 kilometra të kthehemi prapë. Prita dhe Indin sa distancë. Prita dhe Indin Sa kanë qenë, ta kanë pas një lodhje tepër, se kanë pas shafën me vete. Po, ç'kan gjetë. Do të thonë vetë për 23 ditë vetëm femër që kishim zërin e navigatorit. Turn left, turn right.